Andaj, njëni prej djetarve ka thonë Jezid ibn Mejsara të qajturit është për 7 gjëra, apo prej 7 gjërave do më thënë njeriu çan. E para është nga gëzimi, kur gëzohet çan. Do më thënë edhe këtë kemi pa, çdo kujt që i ka ndodhur një gëzim familje, ka fillu me qajt. E sidomos nënat. Allahu i ruajt ato që kanë ndru jetë, Allahu i mshiroft dhe i gradof me xhennet. Ato kur ndëgjojnë në lajm për evlat të vet, gëzohen. Nëse u feju, nëse u martu, nëse ka lind, do me thonë për gëzimit çan. Edhe kjo ka ndodhur edhe në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, kur e ka ndëgju lajmin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka dhënë urdhri për me bo hijret, ka qajt Ebu Bekri radiallahu anhu. Edhe thot Aisha radiallahu anha, për herë të parë kom pa njeri do me thonë të qajt prej gëzimit. E dyta, e qara nga hidhrimi. Do njëherë njeri u qan nga hidhrimi. E hidhron dikush, në punë, shtëpi, në rrugë, edhe prej mërzis fillon mu qajt. Tjetra nga friga, edhe prej frikës qan. Pse po qan? Valla kom një farë frikë. Do me thonë qan prej frikës. Nga hipokrizia, nga dhimbja, nga falenderimi, dhe e qara nga frika Allahu të madhëruar. E kjo është e fundit, është do me thonë nga e cila kërkohet ta ketë çdo besimtar. E kjo e fundit është nga e cila një pikë loti i shuan detet të tëra me zjarë. Një pikë lot që del për hir të Allahut Azza wa Jall, e ndal zjarmin. Pse? Sepse është sinqerisht për hir të Allahut Azza wa Jall.